Pritë telefoni dhe nuk ka më mundësi të vazhdojët më të tjë. Që prej fillimit të vitit 2025, shteti i Kosovës është në mjegull institucionale. Zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit ndonë se me rezultate të qarta, solla një ndër krizat më të gjata në Kosovë. Çfarë hajvonësh? Lëvizja vetëvendosje udhëhequr nga Albin Kurti doli e para me 48 ulse, por mbeti pa një marrëveshje për shumicë parlamentare. Këtu filloi kriza. Tentimi i parë për konstituimin e kuvendit u mbajt me 15 prill, ku për disa seanca me radhë bllokoi tek Komisioni për verifikimin e mandateve. Pas disa përpjekjeve, procesi u bllokua te zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Deputeten Albulena Haxhiu. Kandidatura e Albulena Haxhiut u hodh në votim. Saga me emrin e saj u përsërit çdo 48 orë deri me datën 1 maj. Pastaj, kryesuesi i kuvendit, i krahët të vetëvendosjes tentojnë ndryshimin e mënyrës së votimit në të fshehtë. Kështu, duke u përballur me një shtyrje tjetër, sepse përfundoi në gjykatën kushtetuese. Në 8 gusht, gjykata kushtetuese vendosi se kryetari i kuvendit duhet të zgjidhet vetëm me votim të hapur. Procesi i konstituimit duhet të përfundojë brenda 30 ditëve dhe i njëjti kandidat mund të hidhet në votim maksimumi 3 herë. Edhe këtu, nisën tentimet e vetëvendosjes për zvarritur procesin. Mos qashni, por ju lutem voteni atë. Propozuan Donika Gërvallën, Hekuran Muratin e Arbrien Agavcin, deri më 26 gusht tek Dimal Basha, ku ja doli të marrat post me votat e PDK-s. Këtu, procesi ngeli prap me nismën e vetëvendosjes. Ata propozuan që nënkryetari i kuvendit nga radha të komunitetit serb të votohet veçmas. Prap në kushtetuese, përsëri zhagitje. Deri 8 muaj pas zgjedhjeve, kur u arrit të votohet Nenad Rashiqi, duke hapur rrugën për formim të qeverisë. Kurti me bashkëpartiakët edhe këtë shkuan pa marrëveshje politike. Rezultati i njëjtë, vota të pamjaftueshme për Kurti 3. Një shans ia dha edhe Glauko Njusës, e njëjta histori. Pas dështimit institucional, presidentja Vjosa Osmani shpalli zgjedhje të parakohshme parlamentare, duke caktuar 28 dhjetorin si datë të zgjedhjeve, që i shkoi përshtatje kërkesës së lëvizjes vetëvendosje. Ndonë se këto zgjedhje ja dhanë mundësinë Kurtit të formojë qeverinë vetëm me pakicat, rezultati i tyre nuk i dha rahatin edhe për zgjedhjen e presidentit. Në këtë proces, ai hyri pa një marrëveshje politike dhe përfundimi i njëjtë, bllokadë.